Përshëndetje shenja e shigjetarit, kush po mendon për ju? Kartat që më ranë janë 9 shpatat të dashuruarit dhe jepi kohë. Ju lutem, keni parasysh se interpretimi nuk mund të rezonojë me të gjithë. Karta e 9 shpatave nënkupton se ky person që mendon për ju është i ngarkuar emocionalisht. Ai ose ajo ndoshta përjeton ankth, faj, shqetësim apo ndjenja të paqarta në lidhje me ju. Mund të ketë bërë diçka që e pengon të afrohet lirisht, ose ndoshta ndjen mungesën tuaj thellësisht. Në shumë raste, kjo kartë tregon dikë që mendon për ju natën, që nuk gjen paqe për shkak të mendimeve që lidhen me ju. Ju jeni në mendjen e tij ose të saj në mënyrë të vazhdueshme, me emocione të përziera si pendes, frikë nga humbja ose ndjenja se diçka mbeti pezull mes jush. Karta e të dashuruarve tregon që ky person ka pasur ose ka ende ndjenja të thella për ju dhe mendimet e tij ose të saj nuk janë të rastësishme. Personi është dikush që është ndjerë i lidhur ose e lidhur emocionalisht, madje edhe shpirtërisht me ju. Mund të keni qenë në një lidhje romantike ose në një lidhje që ka pasur potencial të madh, por që ndoshta nuk ka përfunduar siç duhet. Në thelb, kjo ose ky person mendon që për ju të bëjë një zgjedhje me zemër, pra të marrë një vendim. Por kjo është e shoqëruar me shumë ngarkesë emocionale. Karta e orakullit jepi kohë, ju këshillon të kuptoni se mendimet e personit ndaj jush janë të sinqerta, por koha është një faktor kyç. Ndoshta aktualisht ka pengesa, paqartësi apo distancë, që mund të jetë fizike ose gjeografike. Ky person mund të rikthehet apo të afrohet, por në momentin kur të jetë gati emocionalisht, apo të jetë gati nga rrethanat që e rrethojnë ose kur rrethanat të jenë më të favorshme për të. Personi që po mendon për ju është një figurë nga e kaluara apo një lidhje emocionale e fortë që nuk është mbyllur ende brenda tij ose brenda saj. Ai ose ajo ndjen ende lidhje të forta, por është i ose e përfshirë në një betejë të brendshme me faj, dyshime ose me mungesën tuaj. Ka pasion dhe dashuri të sinqertë, por është në një proces emocional që kërkon kohë. Ju jeni ende në zemrën e tij ose të saj, por rikthimi apo afrimi do të ndodhë vetëm kur të kapërcehen plagët ose frika që e mundon. Paçim!